Rritja e çmimeve të naftës si pasojë e krizës në lindjen e mesme, po reflektohet edhe te qytetarët në Maqedoni, të cilët thonë se do ta përdorin më pak tani makinën. Disa presin që kjo të përkeqësojë edhe më shumë gjendjen ekonomike në vend, ndërsa disa të tjerë janë optimist se do ta përballojnë situatën pavarësisht sfidave që priten. Po kriza për herë ka qenë ndajese. Shfrytëzoni veturën më pak, nuk ta shfrytëzoni nisni për nafta të rreth në çmimet. Po dhe shfrytëzoj më pak atëherë, normal. Po të ndikoje pak, me siguri të ndikoje, po nuk është sëllë punë naftës, gjona të ushqimore dhe hipin kretë, çmimet dhe shkojnë tërma. A mund ta përballojmë ajo? Alla pak problem, me zarë. Po kjo dhe rritja e naftës e karburantit dhe të ndikoje në ketë, dhe të ndikoje edhe në çmimet e ushqimit e në ketë, dhe të ndikoje ketë. Po qovë zoti nalet lufta, a gje dhe lirohet nafta se Allah dhe tjese shumë keqe. Dhe por... Bie kjo koriste po manku kollata? Normal, e pëtëm po treba. Mislim da će go držimo ova kriza. Će ima... Teško. Ka siromašna i sedmi teško. Që osjetim në mnogo. A mendoni se mund ta përballojë Maqedonia ne këtë krizë, rritjen e çmimit naftës? Po, mund ta përballoj. Dhe a mendoj se mund ta përballojë? Mbas naftës rritën çdo gjë rritet. Nafta është qesi i ekonomisë. Mund ta përballojë? Po nuk mund se shteti është i varfër, një shteti jonë është si që është Maqedonia është problem ta përballojnë. Jemi shteti ndër më në Evropë në ndër më dobët.